Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner, tha se dhuna nuk është në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian, në përgjigje të pyetjes se si e kishte parë për shkallëzimin e situatës para kuvendit të njëjtën dhe sulmin ndaj komisariatit numër 3 në Tiranë pas protestës mbarkombëtare të së shtunës. Çdo aktivitet i shoqërisë civile që zhvillohet në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me këto vlera. Kush mban përgjegjësi për aktet e dhunës është ende çështje që duhet të sqarohet. Përfaqësuesi i Berlinit zyrtar në Tiranë rikonfirmoi mbështetjen e Gjermanisë për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe vlerësoi përkushtimin e popullit shqiptar ndaj parimeve dhe vlerave europiane. Ne mbështesim Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është i përkushtuar ndaj këtyre parimeve. Mbështetja jonë është veçanërisht në aspektin teknik të procesit, por vlerësojmë edhe të gjithë ata që në jetën e përditshme mbrojnë sundimin e ligjit, mjedisin dhe vlerat evropiane. Ambasadori i Gjermanisë i bëri këto deklarata pasi u bashkua ceremonisë përkujtimore të 83 vjetorit të masakrës së Borovës, ku më 6 korrik 1943, një divizion gjerman ndoqi fshatin në Kolonjë dhe vrau 107 banor të pafajshëm, mes tyre gra dhe fëmijë. Është e dhimbshme edhe për mua si ambasador, sepse kjo ndodhi në emër të Gjermanisë dhe të popullit gjerman. Por njëkohësisht ne duam të shohim drejt së ardhmes. Ne themi gjithmonë kur më, dhe kjo nënkupton ndërtimin e një shoqërie të bazuar te toleranca, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit. Këto janë edhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. Ceremonisë u bashkuan familjar të viktimave, banor të zonës dhe përfaqësues të institucioneve.